Zotë ambasador, ky është personi me cilët më i rëndësishëm që ju keni dalë në fotografi? Nuk mund të them më i rëndësishëm, kam plot personalitete të rëndësishme, edhe ky është ndër të tilla, për shkak se ka dhe një simbolik të fuqishme. Për Kosovë. Që në momentin e duhur u ndodh në vendin. Tani, t'ja u themi këtyre që se kanë idem fare historinë e Kosovës, por na ndjekin disa. Por kush është ky njeri ti themi? Pra, është një figurë madhështore i cili, siç e nisa, në momentin e duhur u ndodh në vendin e duhur. Dhe bëri gjën e duhur. Dhe bëri gjën e duhur, bravo. Sepse nuk pati hamendje sa i pa vetë me sytë e tij. Masakrën që kështë ndodhur, William Walker. Ai nuk u hamen siç din nga njëherë diplomacia ndërkombëtare që të ketë hezitime për dridhur këtej, dridhur andej, por e quajti me emrin e vërtet. Dhe pastaj kjo është hapja e një kapitulli të ri i cili u realizua siç është realizuar. E kam takuar disa herë. Ky është një takim në Tiranë, në Shqipëri, në një moment kur ai ishte këtu për një vizitë ku po nderohej. Ka hedhur dorën qafë? Po, unë me ta hedh William Walker Crown qafë tani. Unë s'më dha shansën që edhe unë t'ja hedh dorën. Po ç'të të ka bllokuar ty ai? Është një nga ato momente që ti ndihesh mirë pse je në këtë punë. Domethënë ti jep atë rasti të kontaktosh. Ndihesh mirë pse je në këtë punë. Po, sepse ti jep atë rasti të kontaktosh edhe figura që jo vetëm e din historinë, po e kanë bërë historinë, siç ndodhi edhe me rastin e Reçakut dhe figurën e tij madhështore. Foto tjetër? Këtu je me gjeniun Ismail Kadare. Absolutisht, një moment tjetër, po ashtu që them mirë që isha ambasador në një moment kur erdhi në zyrën time në ambasadë. Në ambasadën, po? Unë pata fatin që të takohem gjatë këtij qëndrimi në Tiranë me disa miq të përbashkët. Botuesit e tij, domethënë Bujar Hudri, pastaj Loloçi, pastaj Shaban Murati, Indjeri, takoheshin shpesh te vendi i tij i preferuar, te Juvenilja, dhe në një moment pati një iniciativë nga Kosova, një klub letrar i një rajonit Kosovës, që është Ana Morava, pra Gjilani, të cilët shfaqën dëshirën të japin një çmim veçantë më të lartë të asaj ane, më kujtohet, Beqir Musliu, dhe organizimi u bë nuk ndihej mirë për të udhëtuar në Gjilan, sepse ja thon këtu. Ata këtë dëshirë kishin, por erdhi ambasada si një zgjidhje më praktike edhe për kënaqësinë. Dhe kjo u bën në ambasadë. Po, edhe bën në ambasadë në zyrën time dhe kjo u bë për kënaqësinë time. E pritëm dhe e nderuam dhe na nderoi dhe madje edhe me mënyrën se si u deklarua pas atij çmimi, sepse disa ditë kishte një lloj komenti do flas, nuk do flas, po nuk po prononcohet, po hesht e tjera, foli. Edhe tha, kjo është moment që nuk harrohet. Ndihem jashtëzakonisht mirë, sepse pa ju ne jemi vetëm enë të zbrazta. Kështu tha? E tha, e kam cituar në Facebookun tim, me thoj. Pa ju? Me thoj se është siç e ka thënë ky. Pa ju, ne jemi vetëm enë të zbrazta. Do të thonë, neve vlera na shtohet përmes respektit që na bën ju. Sigurisht që krimtaria e tij është e jashtëzakonshme, por për Kosovën çfarë kontributi ka Ismail Kadare? Për Kosovën ka kontribut pa diskutueshëm për mënyrën ku ndodhen ato kohë, ishte më afër disa qendrave të vendimmarrjes, por paraprakisht kishte bërë kontribut edhe me veprimtarinë e tij letrare, me krushqit të ngrirë, me një trikangëzie, me Rakuj mortë u pam, por ngatje dhe në momentin e caktuar edhe Ramboje kur ndodhi me letra dërguar në Washington të personaliteteve të mëdha botërore, bëri diçka që ne të gjithë bashkë nuk e kemi lehtë të bëjmë për shkak të emrit të tij që kishte, ndërsa në çdo situatë ky i nderuari shkrimtari i madh për Kosovën ka bërë gjën e duhur. Letrarët sigurisht kanë mendimet e tyre, kanë edhe vërejtjet e tyre, pse se mori atë çmim që ne gjithë mendojmë se e meriton, por më lejo ta them vetëm edhe një epizod, unë kam qenë në Australi. Po, ambasador. Po, kam udhëheq ambasadën dhe në një moment me një nga ambasadorët natyrshëm bisedohet për specifikat, vendi yt, vendi im, ne doket, zakonet, karakteristikat, ku dim, religioni, ekonomia, dhe për një moment
unë jam kujtua që mund gjej një libër ti në Canberra. Dhe e gjeta për fat në gjuhën angleze, Prilli Thyr, Broken April, edhe e kam thonë, del, duhet t'jap një libër lidhur me ato që bisedum. Pastaj, aja atë që më thash madhështore, se thamë ke lënë pa gjumë. A i isha ambasador dhe i? Po, më ke lënë pa gjumë, tha. Dhe më thonë, aty se i ke për shumë të hyrja, është fantastike kanuni se si, vetëm ka dare dita bëj këtë mënyrë që ta transplantoj në mënyrë artistike. Ato dilemat si në antikën e lashtë, dhe më thonë të... A i isha ambasador i kujt? Jo, ishte i Afganistanit. I Afganistanit, dhe lexoj Broken April? Se kanë disa gjëra, që lidheshin pak edhe me... Dhe tha, Gjella tha pa gjumë, tha. Pa gjumë, me çështje traditës, dhe më thonë. E kuptova. Foto tjetër. Tani, zoti ambasador, 4 ish drejtuesit e UÇK-s ndodhen në Hag dhe madje këto ditë është duke zhvilluar dhe procesi. Dhe ka shumë diskutime. Prokuria ka kërkuar 180 vjet burg, pra për secilin 45 vjet burg. Unë doja një koment tuaj si ambasadori i Republikës Kosovës në Shqipëri. Komenti është ai që kanë të gjithë, po thuaj, që është konsideruar që nga fillimi e pa drejtë dhe pa nevojshme si gjykat. Në 2, të gjithë shprehin bindjen se edhe ky proces, i cili u hap me bindjen se vetëm mund ta qes në pa të vërtetën dhe të heqë çdo dyshim të njerëzve, do të ketë njëjtin përfundim se s'mund të jetë ndryshe. Pas pretensës që u dëgjua ditë më parë, reagimet ishin dhe janë të forta, sepse dënimet që u paraqiten u propozuan nga pretenca, dhe të gjithë në Kosovë, dhe qeveria, institucionet dhe qytetarët, kanë një farë shpresë se gjykata do ketë një fjalë që të jetë e dallueshme prej kësaj nga 45 vjet për çka. Dhe me thonë, ne jemi krenarje vetëm për luftën që ka bërë UÇK-ja, por për mënyrën se si e ka bërë luftën, për një luftë që ishte mbrojtje dinitetit, por ishte edhe luftë e pashtë, dhe gjykata do duhej të ndiqte këtë kurs duke u përmbajtur standardeve ndërkombëtare drejtësisë. Kjo është kërkesa vetë kryeministri i Kosovës në prononcimin e tij, tha se nuk duhet barazohet viktima me xhelatin dhe çdo përpjekje për të anashkaluar këtë relacion do ishte shtrembim i historisë.